Asambleja Kombëtare e Turqisë u përfshi nga tensione të forta të dielën në mbrëmje gjatë ditës së fundit të debatit për buxhetin e shtetit, kur deputet të Partisë për Drejtësi dhe Zhvillim, AK, parti në pushtet, dhe Partisë Republikane Popullore CHP të opozitës u përleshën fizikisht, duke shkëmbyer grushte në sallën plenare. Incidenti zgjati rreth 10 minuta dhe detyroi kryetarin e parlamentit Nurman Kurtulmush të pezullojë seancën, pasi forcat e sigurisë patën vështirësi në largimin e deputetëve të përfshirë në përleshje. Pavarësisht kaosit, parlamenti miratoi më pas përfundimisht buxhetin e qeverisë qendrore për vitin 2026 me 320 vota pro dhe 249 kundër, ndërkohë akti i përgjegjshmërisë për vitin 2024 u miratua me 316 vota pro dhe 247 kundër. Sipas raportimeve, përplasja nisi pas një debati verbal mes deputetit të partisë AK nga Bursa, Mustafa Varank, dhe nënkryetarit të grupit parlamentar të CHP-s, Gökhan Günyaydin. Nga foltorja, Varank u drejtua nga bankat e opozitës me deklarata provokuese, duke përmendur edhe kryetarin e CHP-s, Ozgur Özel, si dhe premtimet e tij për fermerët. Reagimi i Günyaydin ishte i menjëhershëm dhe jashtëpër. Ai akuzoi partinë në pushtet se po përdor polemika për përfitime politike dhe se po shpif në mënyrë sistematike ndaj bashkive të drejtuara nga CHP. Tensionet u rritën edhe më tepër në protestë, u ngrit nënkryetari tjetër i grupit parlamentar të CHP-s, Ali Mahir Basharir. Shkëmbimet verbale u shndërruan fillimisht në shtytje e më pas në përleshje fizike mes deputetëve të dyja palëve. Shumë ligjvënës u mblodhën në qendër të sallës, ndërsa rojet e sigurisë dhe deputetë të tjerë tentuan të ndanin deputetët e përfshirë në sherr. Përleshjet vijuan edhe gjatë ndërprerjes së seancës. Në momentin e incidenteve në sallë ndodheshin edhe kryetari i CHP, Ozgur Özel, si dhe kryetari i Partisë së Lëvizjes Nacionaliste, Devlet Bahçeli. Por asnjëri prej tyre nuk ndërhyri drejt për drejt për të ndalur përplasjen.